Ohana është vajza që hapi regjistrin e lindjeve në maternitetin e Gjirokastrës për vitin 2026. Ajo erdhi në jetë me parametra normal ditën e 3 janarit nga 27 vjeçarja Jonada, si fëmija e dytë e familjes Bakullati. Linda fëmijën e dytë këtu në Gjirokastër, vajzë, kam një djalë të parin 5 vjeç, sollëm dhe një vajzë në jetë, emrin e quajnë Ohana. Ja ka vendosur djali, i pëlqente atij. Dhe i tani shumë mirë, jam e kënaqur. Materniteti ka qenë si gjithmonë në gatishmëri gjatë ditëve të fundit të vitit 2025 dhe fillimit të vitit 2026. Ka qenë një, le të themi, një fund vit dhe fillim vit përgjithsisht i qetë, pa ndonjë gjë për të shënuar. Lindja e parë ka ndodhur në datën 3 janar. Ka lindur një fëmijë seksit femër me peshë 3,700 i shëndetshëm dhe lindjet e tjera vazhdojnë dhe në ditët në vazhdim. Krahasuar me 2024, numri lindjeve gjatë 2025-s në maternitetin Dimitër Çuçi është rritur me 18, thot Migena Kuro, shef e shërbimit obstetrik ginekologjik. Në maternitetin e Gjirokastrës për vitin 2025 ka patur 289 lindje. Rreth 18 lindje më shumë se një vit më përpara. Në këtë maternitet, siç dihet, lindin kryesisht qarku i Gjirokastrës, që përfshin Përmetin, Tepelenën, Këlsyrën, fshatrat e tyre. Por tek ne vijnë lindin edhe paciente nga rrethi i Sarandës, nga Delvina. Dhe kjo fal punës që bën gjithë personeli për të rritur cilësinë e shërbimit. Dhe në këtë mënyrë ne justifikojmë që jemi jo vetëm për qarkun e Gjirokastrës, por edhe më gjerë. Në përgjithësi lindjet nuk kanë qenë vetëm nga moshat mbi 35 vjeç, kemi pasur dhe mosha më të reja në vitin që kaloi, çka si të thuash kundërshton atë të një viti tjetër të 2024-s. Kjo tregon që ka një tendencë në rritje për mosha të reja për të lindur fëmijë. Në 4 vitet e fundit, në maternitetin e Gjirokastrës janë shënuar 1193 lindje, ku shifra më e lartë ka qenë në 2023 me 344 bebe, ndjekur nga 2022 dhe 2025 me nga 289 lindje, ndërsa numrin më të ulët e ka shënuar 2024 me 271 të tilla.